Sot është një natë gëzimit, festet, urimit, por të falënderimit. Dhe unë du të falenderoj gjithë ato që më kanë qenë besnik, jo vetëm kur kam pas dritë, por edhe kur kam pas tërë. Gjithashtu du të falenderoj ata që ma kanë dashur lunën dhe vazhdojnë më dojnë, si me kanë gjaku i tyne, si me kanë bija tyne. Zoti ju bekoft tande. Du të uroj edhe ata që sot janë në azil, që s'ka kush i përqafon, fëmijët që janë jetimore, që s'ka kush i urën, edhe ato që flenë rrugëve në trotuarën këtë ftofë që nuk e dinë çfarë do të thonë fest. Gjithashtu gjithë policët, doktorët, infermierët që sot janë nga dishmëri jo për fest, por për sigurinë e qetësinë tonë. Dijeni që nuk jeni vetëm, lutjet dhe zani janë me ju. Nëse kjo video ju ka ngrosur ato pak, atëherë ja ka vlet. Zoti ju bekoft, gëzuar gjithëve, sa më mirë mot inshallah zot vitin tjetër. Sot është një natë gëzimit, festet, urimit, por të falënderimit. Dhe unë du të falenderoj gjithë ato që më kanë qenë besnik, jo vetëm kur kam pas dritë, por edhe kur kam pas tërë. Gjithashtu du të falenderoj ata që ma kanë dashur lunën dhe vazhdojnë më dojnë, si me kanë gjaku i tyne, si me kanë bija tyne. Zoti ju bekoft tande. Du të uroj edhe ata që sot janë në azil, që s'ka kush i përqafon, fëmijët që janë jetimore, që s'ka kush i urën, edhe ato që flenë rrugëve në trotuarën këtë ftofë që nuk e dinë çfarë do të thonë fest. Gjithashtu gjithë policët, doktorët, infermierët që sot janë nga dishmëri jo për fest, por për sigurinë e qetësinë tonë. Dijeni që nuk jeni vetëm, lutjet dhe zani janë me ju. Nëse kjo video ju ka ngrosur ato pak, atëherë ja ka vlet. Zoti ju bekoft, gëzuar gjithëve, sa më mirë mot inshallah zot vitin tjetër.